kujtoi sot ngjarjet e 15 viteve më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku mbetën të vrarë 4 protestues. Kryeministri Edi Rama tha se 21 janari mbetet grope hapur që vë në dyshim moralin e drejtësisë së re. Kreu i opozitës akuzon Edi Ramën si përgjegjës për ngjarjet e 21 janarit. Sa i përket bordit të paqes, Berisha vlerëson përpjekjet e presidentit Trump për t'i dhënë fund luftrave në botë, por denoncon përpjekjet e Ramës për ta miratuar atë me urgjencë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në fjalën e tij drejtuar udhëheqësve botror në Davos tha se Europa nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ai theksoi se dëshiron negociata të menjëhershme për të blerë Groenlandën, ndërsa përjashtoi përdorimin e forcës për ta marrë atë. Qeveria nuk ka humbur kohë dhe ka miratuar në kohë rekord marrëveshjen për anëtarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes, nis me presidentin Trump. Dokumenti do të votohet nesër me procedurë të përshpejtuar nga Kuvendi, i cili do të mbajë 2 seanca. Vajza dhe dhëndri i presidentit Trump, Ivanka Trump dhe Jared Kushner po zhvillojnë sot një vizitë në Vlorë. Ata do të takojnë përfaqësuesit e 60 studiove arkitekturore për të diskutuar lidhur me investimin në projektin turistik të Sazanit dhe Zvërnecit. Tonelata të tëra me mbetje plastike kanë pushtuar sërish bregdetin e Adriatikut në kryeqytetin e lumenjve Vjollës dhe Seman. Autoritetet vendore janë angazhuar sërish me pastrimin dhe apelojnë qytetarët të mos hedhin beturina përgjatë lumenjve. Bordi ndërkombëtar i shoqatave të futbollit ka miratuar rregullat e reja në futboll, të cilat synojnë rritjen e efikasitetit dhe ritmin e lojës. Tashmë rivëniet anësore dhe ato fundore do të jenë me kufizim kohe.